Të nderuar qytetar, të nderuar media, unë, Senada Mehmeti, kandidate për deputete, jam këtu përpara jush në emër të Partisë Demokratike për të denoncuar transportin publik në Shkodër, i cili është i vdekur. Qeverisja vendore ka braktisur qytetarët. Gjatë një vëzhgimi të drejtë për drejtë në çdo stacion autobusit të qytetit të Shkodrës, përballë syve të qytetarëve, kam parë të vërtetën eshtërisht që pushteti përpiqet të fshehë me propagandën. Transporti publik nuk ekziston. Për më shumë se 2 orë në një qytet me mijëra banor nuk ka patur asnjë autobus në qarkullim, as edhe një. Kjo është fytyra e vërtetë e pushtetit të degraduar, që nuk ka as vullnetin, as aftësinë të ofrojë shërbime minimale për qytetarët. Është pasqyrë e një administrate që funksionon vetëm në media, por jo në realitetin e përditshëm të njerëzve. Qytetarët e Shkodrës nuk kanë nevojë për show mediatik, por për një shërbim real. Të rinjt vonohen në shkollë, punëtorët nuk arrijnë në kohë në punë. Të moshuarit e sëmurë detyrohen të ecin me kilometra. Kjo është Shkodra e braktisur nga pushteti i rilindjes. Çdo premtim që ka ardhur nga kjo bashki është kthyer në një mashtrim të ulët elektoral. Në vend që të investojë në një infrastrukturë dhe shërbime, ka ndërtuar një sistem klientelist ku qytetari është i fundit në listë. Për këtë situatë nuk ka më justifikime, ka vetëm një përgjegjës, kryetari i bashkisë dhe ata që mbajnë në pushtet për interesa personale. Në emër të shkodranëve të ndershëm që çdo ditë përballen me neglizhencën dhe paaftësinë e këtij pushteti, unë bëj thirrje për ndryshim të menjëhershëm. Më 11 maj, Shkodra nuk voton thjesht për një emër të ri, por për fundin e mashtrimit dhe fillimin e përgjegjësisë. Koha e premtimeve boshe ka mbaruar, koha e llogaridhënies po vjen. Shkodra është zgjuar. Shkodra nuk pranon më të më përkëmbët. Shkodra zgjedh ndryshimin.